Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, i shoqëruar edhe nga kryebashkiaku Dritan Leli, vizituan dy prej bizneseve të prodhimit që ushtrojnë aktivitetin në zonën e Novoselës. Pas takimit me punëtorit, Gjiknuri tha se 25 qershori është me rëndësi edhe për të ardhmen e biznesit dhe rritjen e numrit të vendeve të punës. Vlora ka i perspektiv, turizm, po pse jo dhe industri. Sepse Vlorës për te investimeve të mëdha që do bën, që është shëtitoria, kemi thënë, jo vetëm që përfundoj kjo e para, po do të shtrihet deri në pyllën e sodës, që pylli i sodës do kthehet në një park, ku tjetë dhe i çlodhës dhe rekreativ për njerëzit, ku qendra e Vlorës do të restaurohet, pra do kthehet ajo pjesa historike, ku skela do marrë prapë një projekt të ri. Vlora do bëhet qyteti i parë pas Tiranës, më i rëndësishëm, me këto që po bën. Puna kryesore është e privati. Privati duhet përkrau dhe punët më mëdha sektori privat do t'i bëjë. Të gjitha këto që po bëjmë do të krijojnë më shumë punë. Kjo nuk diskutohet. Dhe unë them ato që kemi bërë ne dhe në këto vite, që u bën gjitha ato reforma të rëndësishme, që u përkthyen dhe me pagë minimale më të mirë, që u përkthyen dhe me shërbime më të mirë. Dhe inkurajoj dhe investitorët që të vazhdojnë në këtë rrugë, mbështetjen e qeverisë shqiptare. Do ta keni, jam i bindur që edhe kërkesat, me gjitha këto gjëra të mira që po bëjmë, edhe kërkesa do të rritet më shumë, kështu do kesh më shumë aktivitet për biznes. Duke ju referuar çështjes së punësimit, Gjiknuri theksoi se puna kryesore është tek privati dhe jo tek shteti. Kishte ndjeshmëri shumë të madhe për rrugën e nënkalimit të Panajas. U bëm të gjithë bashk dhe bëm investimet e para. Tani ajo rrugë nuk i ngjan më asaj rruge që ishte pak muaj më parë. E gjitha kjo vjen si pasojë një vendimarrje që është në favor të biznesit. Rrugë të tjera që kishin probleme në qytet kishte shumë. Dhe vazhdon të ketë akoma. Kemi punë shumë për të bërë, por vizioni qeverisë shqiptare, vizioni njerëzve që duan ta zhvillojnë këtë vend, ka ecur gjithmonë në kahjen e ndihmesës së atyre njerëzve që dinë të prodhojnë. Këtë investim Adi e bëri vetëm. Ajo që na detyron ne të gjithëve që të jemi ndihmues dhe për bizneset e tjera që janë në këtë rrugë, është që t'ju ofrojmë komoditet. Kryebashkiaku Leli u ndal tek investimi më i fundit për rikonstruksionin e rrugës së Panajas, që u vjen në ndihmë bizneseve të kësaj zone.